Ha mëngjesin në një të drekës kur kthehem nga puna. Çfarë do bëjmë njerëz të bukur dhe të dashur? I ka këto jeta. Me që në mëngjes iki shpejt në punë, edhe duhet të përgatitet djalin për në shkollë, të përgatitet aty mëngjesin edhe çfarë do marri me vete në shkollë. Unë shumë herë nuk harroj që të ha mëngjesin tim, edhe me që në shkollë kam punë, nuk harroj dhe atje të ha diçka ose mund të pi vetëm një kafe. Dhe do ta ha mëngjesin kur kthehem në shtëpi. Unë punoj part-time, siç e dini, edhe nuk punoj me orë të gjata, domethënë, punoj 3-4 orë dhe pastaj ja varet nga programi, çdo javë nuk kam program fix të saktë, edhe kur kthehem në shtëpi pastaj ha mëngjesin, është ora 1, domethënë mund të hash edhe drekën, por nuk mund të ha dot gatim të rënd në atë moment të ditës dhe ndaja përgatit diçka të lehtë. Sot të përgatit atë tërshërë, i hedh brenda chia seeds e linari quhet. Këto nuk e di të tjera si quhen, linarosporo në greqisht, nga këto frutat të cilat janë të ngrira edhe i shkri para se ti përdorë, arra, mjalt, kumbullat të thata, mund t'i hini çfarë të doni brenda. Unë me këto më pëlqen, djalit tim i pëlqen me banane, për shembull, unë nuk më pëlqen me banane dhe i hedh nga këto frutat, edhe mjalti dhe bëhet, do njerëz mos e pyesni. Ha mëngjesin tani edhe pas një 2-3 orësh, 4-5 orësh, kur të më haj do ha dhe drekën. Kështu, të kaloni bukur.